Në shumë ajete kuranore, Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që ta pasojmë pejgamberin e tij në mënyrë absolute, pa kushte, pa do me thonë rrethana të caktuara. Në mënyrë absolute ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që të respektohet pejgamberi i tij. Absolutisht. Ashtu siç ka urdhëruar edhe të respektohet ai. Ndërsa të tjerët, ata që vinë pas krijesat e tjera, njerëzit e tjerë, po qofshin edhe përgjegjësit më të mëdhej të muslimanëve, respektimi i tyre është i kushtzuar me respektimin e pejgamberit alayhis salam. Respektohen derisa të jetë në përputhje me mësimet e pejgamberit alayhis salam, me mësimet e fesë së Allahut subhanahu wa taala, kështu me radhë. Në momentin që ata devijojnë nga kjo rrugë, largohen nga mësimet pejgamberike, largohen nga rruga e Allahut subhanahu wa taala, nuk respektohen. Kush do qofshin ata? Thot Allahu subhanahu wa taala: Ja ejuhalladhina amanu, atiu Allaha wa atiu ar-rasula wa ulil amri minkum. O ju besimtar, respektojeni Allahun dhe respektojeni pejgamberin. Tek Allahu dhe pejgamberi po e përmend dy herë fjalën respektojeni. Respektojeni Allahun dhe respektojeni pejgamberin e tij. Pastaj thot wa ulil amri minkum, dhe përgjegjësit tuaj. Kur erdh tek respekti ndaj Allahut dhe pejgamberit e përmendi, kur erdh tek respekti ndaj përgjegjësve, tha dhe përgjegjësit tuaj, duke mos e përmend, do me thonë respektin ndaj këtyre njerëzve. Nuk e përmendi Allahu subhanahu wa taala fjalën respekt, foljen respekt, në këtë rast nuk e përmendi Allahu subhanahu wa taala. Thon dietarët, Allahu i lartësuar nuk e ka përmendur në këtë rast, sepse respekti ndaj përgjegjësve është i ndërlidhur me respektin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nuk është respekti i veçantë, i pavarur, po është respekti i ndërlidhur me atë që ka qenë para saj në fjali, do me thonë. Për dallim nga respekti ndaj Allahut dhe respekti ndaj pejgamberit të tij, të cilët janë të veçantë, respekte do me thonë të pavarura dhe të veçanta, sepse pejgamberi i tij nuk ka mundësi që të kërkojë prej nesh diçka që është në kundërshtim me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Fjala ulul amr apo përgjegjës në këtë ajet, dietarët e tefsirit këtë fjalë e kanë komentuar, do me thonë, me dy gjëra. Kanë thonë përgjegjësit e muslimanëve janë dy grupe të njerëzve. Dietarët dhe sundimtarët. Kuptohet sundimtarët që janë muslimanë dhe që gjykojnë tek ata me fenë Allahut subhanahu wa taala. Do me thonë, këto dy grupet njerëzve janë përgjegjësit e muslimanëve. Dietarët dhe sundimtarët. Dhe thonë dietarët, këto dy grupet njerëzve respektohen aq sa ata janë në rrugën e Allahut dhe pejgamberit alayhis salam. Këto dy grupet njerëzve, respekti ndaj tyre, do me thonë, është i kufizuar dhe i kushtëzuar me respektin ndaj Allahut dhe pejgamberit alayhis salam. Nëse neve na bëhet e qartë se fjala e një dietari nuk është në përputhje me fjalën e Allahut dhe të pejgamberit alayhis salam, nuk na lejohet që ta respektojmë në kundërshtim të fjalës së Allahut dhe të pejgamberit alayhis salam. Po ashtu, nëse na bëhet e qartë se vendimi i një sundimtari nuk është në përputhje me fjalën e Allahut dhe pejgamberit alayhis salam, nuk respektohet në këtë vendim. Nuk do me thonë se automatikisht largohet prej pozitës së tij si sundimtar. Largimi i ka kushtet e caktuara dhe rrethonat e caktuara se kur largohet. Mirë po, në atë vendim nuk respektohet njeriu, përderisa ka zgjidhje dhe ka mundësi që mos ta respektojnë atë vendim, nuk respektohet. Do me thonë, vendimi i sundimtarve. Dhe po ashtu edhe fjalët e dietarëve, nëse janë kundërshtim me fjalën e Allahut dhe pejgamberit alayhis salam, nuk respektohen, sepse në Islam nuk ka njeri të pagabueshëm dhe nuk ka njeri të shenjtë përveç pejgamberit alayhis salam, do me thonë që është i pagabuar dhe që i mirët fjala pa rezervë. Andaj edhe Imam Maliku
shpesh herë thoshte një fjalë të njohur prej tij, e ajo është fjala e tij e njohur rahimahullah që thoshte kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr. Thoshte Imam Maliku, i cili jepte mësim xhamin e pejgamberit alayhis salam, thoshte prej çdo kujt kena mundësi që ta pranojmë fjalën e tij dhe kena mundësi që t'ja refuzojmë fjalën e tij. Përveç thoshte pronarit të këtij varri dhe bënte me gisht në drejtim të varrit pejgamberit alayhis salam. Më thonë përveç fjalës pejgamberit, çdo fjalë tjetër ka hapësirë të pranohet dhe ka hapësirë të refuzohet dhe të kthehet prapë. Dhe këto janë gjëra, rregulla bazë në fenë e Allahut subhanahu wa taala, të cilat duhet t'i di secili musliman. Që pastaj kur të vijë çështja të vendos për një çështje, ta di se si duhet vendos. Jo pse një vepër ka qenë tradit në vendin e tij, po qoftë edhe me 10 qindra vjet. Jo pse një vepër ekzistoi ka në mesin e tij, po pse ajo vepër është vepër të cilën e kërkon Allahu dhe pejgamberi i tij. Kështu duhet zgjedh besimtari i vërtet, besimtari i sinqert, në momentin që e ka një mundësi të tillë. Ndoshta një vepër që ka qenë të ne 400 vjeta, 300 vjeta, 200 vjet, paraardhësit tanë arsyetohen për atë vepër, se nuk e kanë ditë, s'kan pas hapësirë ta mësojnë se është gabim, s'kan pas librat për kthyer, s'kan pas komunikim domethënë me botën islame më të gjerë, nuk kanë pas mundësi ta dinë se filan vepra është gabim. Andaj ata arsyetohen o vëlla. Mirë po tash ne në këtë kohë arsyetohemi, nuk arsyetohemi, sepse kena mundësi ta kuptojmë realitetin, kena mundësi ta lexojmë diturin, ta mësojmë diturin, të lexojmë për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj njeriu nuk arsyetohet në momentin kur ka mundësi që ta kuptojë realitetin.